Nëse mendoni se rësia më e madhe e këtyre zgjedhjeve ishte përfshirja e ish-gardistëve të 21 janarit në listat e kandidatëve për deputet, mendohuni përsëri. Këtë zgjedhje kanë sjellë një tjetër risi spektakolare, futjen e VIP-ave nga reality show në politik. Disa nga ish-banorët e Big Brother tashmë garojnë si kandidat në lista të hapura për parti të ndryshme. Në Tiranë, për Partinë Demokratike, garon Julia Iliriani, e cila pasi la Amerikën për të qenë pjesë e reality show, ka vendosur të provoj veten edhe në skenën politike. Në Elbasan, një tjetër emër i njohur nga reality show, Maestro, Armaldo Klogjeri, ka vendosur që pas skenës së operës të eksploroj edhe teatrin politik. Ndërkohë në Gjirokastër, në listën e kandidatëve për partinë e Agron Shehajt e kryeson Fotini Derxho, e cila nuk ka qenë vetëm një herë, por 2 herë pjesë e një reality show. Ndoshta përvoja e saj e dyfisht në ekran është konsideruar si një shkollë e përkryer për politikën shqiptare. Duket se këta personazhe të konsideruar VIP kanë dështuar në fusha të ndryshme dhe tashmë po përpiqen të eksplorojnë një gjë të re që mbase do të sjellë atë që profesioni i tyre nuk u plotësoi. A do t'i mbështesnit për t'i futur në parlament VIP-at e rinj të politikës?